Me plot gojën them që jemi të kënaqur për faktin e prurjeve, dëshira është e madhe, interesi shumë i madh, por ajo që na kënaqim tepër në Pardje ishte pjesa e cilësisë. Mendojmë se makrolistës së datëlindjes 2007 i shtohen edhe 4-5 elementë të tjerë që e bëjnë këtë grup më të fortë ose të paktën minimalisht kanë shtuar bazën e përzgjedhjeve për skuadrën e parë të 2007-ave. Në këtë aspekt jemi shumë të kënaqur nga datëlindja 2007. Sot jemi duke zhvilluar datëlindjen 2008, interesi është jashtëzakonshëm. Do të zhvillojmë 5 ndeshje radhazi plus finalja me të përzgjedhurit e të gjithë ditës, do të bëjnë një ndeshje finale ku aty do të shikojnë më mirë vlerësimet për secilin lojtar. E rëndësishme shumë është minutat që lojtarët kanë dispozicion, pozicionet në rolet e tyre respektive nga ku ata luajnë për klubet e tyre dhe ato nevojat që çdo grup moshe jona ka për të plotësuar me këta lojtar. Vlen të përmend që kanë ardhur nga Suedia, nga Malmo, janë ekipe Series A, Hellas Verona, ka nga Gjermania, nga Duisburgu, pra nga Greqia ka shumë interes. Ka një sensibilizim shumë të madh, ka një dëshirë shumë të madhe dhe na del një detyrë shumë e madhe për të përzgjedhur mirë, për të plotësuar të gjitha nevojat e grup moshave tona. Nesër është datëlindja 2009, edhe aty kemi një dyndje të madhe dhe në datën 10 është datëlindja 2010-2011, të cilat rekrutojmë sa më shumë lojtar cilësor nga të gjitha shtetet e Evropës dhe të Amerikës, pse jo, dhe për t'i ballafaqur me lojtarët tanë. Krijimi të shkollave të Elite Youth të dy datëlindjeve 2011-2010, baza që ne kemi në dispozicion është shumë e mirë. Dhe lojtarët që vinë nga jashtë duhet bëjnë një diferencë shumë të madhe për të arritur për të bërë pjesë e kësaj përfaqësuese. Sot janë duke luajtur 4 lojtarë nga Amerika. Jo vetëm na kënaq, po na shton edhe shumë përgjegjësinë, sepse duhet që të jemi shumë të saktë në përzgjedhjen e tyre për të qenë sa më korrekt me veten në radhë parë dhe në radhë dytë me lojtarët dhe me familjet e tyre që bëjnë shpenzime për të ardhur për të kryer këtë test. Deri tani jemi në rrugë të mbarë, mendoj, dhe shpresoj që edhe ditët në vijim të jenë të tilla.